akuzon pa lidhje. Më ke akuzuar për Rozin. Tani unë po, meqense unë të kam akuzuar për Xhibanin, po them tani. Çfarë ke biseduar ti? Çfarë ke biseduar pra? Po ti e di pra, përderisa ti. Se atë natë je zënë me 3 çunat për mua dhe tematika kam qenë unë. Po je zënë, kështu ka thënë këta. Ja ku e ke. Nuk më intereson çfarë kanë thënë. Ti ke dëgjuar ndonjë gjë? Ë? Ke dëgjuar ndonjë gjë ti çfarë kanë thënë? Ty sa po tha përpara që unë të kam mbrojtur. Ja ku kam ata them, si e kam mbrojtur? Ti zjen as si e kam mbrojtur. Ti thjesht di që të kam mbrojtur në sytë të tyre dyve. A e di ti për çfarë po flisnin? Jo. Do të ta them? Atë po më bën mua një akuzë. Ti mua më ke thënë. Akuzën e kena ajo. Një moment lutem tani jo 3 vete. Gerta po t'akuzonte ty dhe ma ke thënë tekstualisht me fjalin që si mundet ajo të bëjë një kërcim të tillë me Jozin kur me Xhibanin nuk është afruar asnjëherë. Po, kjo ka qenë tema. Kjo ka qenë tema. Dhe unë të kam mbrojtur ty. Kam kuptuar. Duke folë si ti isha ti. Kaq. Si? Dhe unë të kam mbrojtur ty, pa qenë ti aty. Në një temë që as nuk kam qenë prezent, unë nuk kam qenë aty kur keni kërcyer, as se kam pa. Dhe sërish të kam mbrojtur duke menduar sikur t'isha ti. Në sy të kësaj dhe ta ti. Dhe ai si një gjë fol për ty. Jo, si një gjë. Pse më thot ajo kur di ti? Bisedën që kanë bërë me Xhibanin. Jo, ti u mbështete. Diku tjetër. Ti u mbështete dhe the ti the u bëre palë me Xhibanin. Po në rast se ti do të mbrojtur Xhibanin, nuk do dilja aty tulërisje për mua me 3 çuna. Kur ti nuk e di se çfarë kanë folur unë me Xhibanin. Në rast se ti do kishe mbrojtur, në rast se ti do kishe mbrojtur Xhibanin, në rast se ti do kishe mbrojtur Xhibanin, nuk do dilja atje të. O Daniela ta dha përgjigjen Aldo. Daniela ta dha përgjigjen Aldo. Ka bërë akuza me 3 çuna. Ti ka thënë gabim. Unë këtij ti ai ishte thënë që unë vjen, si mund t'i afrohesh unë atit. Që ti e ke peskuar Ta dha përgjigjen Aldo. I the çfarë po thot kjo, nuk e di çfarë po thot kjo. Dhe unë këtë ka Ata dha përgjigjen. Nuk e di çfarë po thot. E dha përgjigjen Aldo, nuk e di çfarë po thot. Mbrojnë interesat e njëri tjetrit pikë muhabeti. Jo, tha nuk e di çfarë po thot. Jo, doli jashtë, nuk e di çfarë po thot. Po më devion keq fare. Ti po devion. Ti di që unë kam folur me Xhibanin, ndërkohë që atë natë ti mua më ke sulmuar dhe çunat nuk kanë mbrojtur. Unë s'kam qenë aty, kam qenë kervat. Dhe pas kësaj, Xhibani erdhi dhe më tha mua, unë ty do ta nxjerr fytyrën, tha mua. Nëse unë tha, unë gjalla po vdekur, nëse dal jashtë, dëgjoje fjalin mirë, dëgjoje fjalin mirë. Dhe ta thash, kjo ishte Se më çfarë ka që s'të duki bukur? Kur hipe këtu, në Çfarë ka? Shku luhet kalati branche, pëso? Nuk më duk një veprimi bukur. Po në pishin kur hypim me njëri tjetrin dhe bëjmë luftë kush të dije. Aman o të keqen. E peti instiktin, absolutisht. S'të duk ty veprimi bukur. Aske Xhibani nuk e ka menduar atë gjë. Skena imagjinare. Ne kemi thënë bashkë që jemi bërë, në këtë shtëpi jemi bërë, mos e transformo. Ti po e transformon, jo unë. Unë po të bi kokës. Ti ke thënë që vajzat po të bi kokës, po çfarë kupton? Se nuk i intereson ty. Mos i vjen dorë. Më intereson shumë. Ti ke thënë ne kemi rënë dakord që me instiktin në këtë shtëpi po lëm nam. Edhe tash i ka shpikun. Jo, s'jam futur, ke ardhur vetë ke pyet, e Ti e futur ti mbrëm te ti je mashtruese. Deri le deri të pyet çfarë mendon ti Dania. Kaç? Ke një cigare?